Skandali i raportit të Florës ka zënë vendin kryesor të debateve televizive të javës, por pas fasadës së një përplasje midis dy biznesmenëve, fshihet një histori shumë e thellë. Në dukje konflikti mes Begjet Pacoli, zotruesi 98% të aksioneve, dhe Valon Ademit me 2%, lidhet me pretendimin e këtij të fundit për investime që e çonin pjesën e tij në 49%. Pacoli e ka kundërshtuar këtë duke ndërmarrë hapa ligjor për të ruajtur kontrollin mbi projektin. Ndërkohë, prokuroria dhe gjykata e Tiranës janë përfshirë në hetime, duke ngritur dyshime për një komplot të koordinuar ndaj milionerit kosovar. Por historia nuk mbaron këtu. Hetimi lapsi pikar zbulon se ky nuk është vetëm një konflikt i zakonshëm biznesi, por një aferë që ka rrënjë më të thella qeveritare. Projekti i aeroportit, që prej vitit 2017 ishte planifikuar të jepej pa garë përmes një ligji special për kompani turke, Cengiz Construction, Kajon dhe Colin Construction. Pasi ky ligj doli në kundërshtim me direktivat e Bashkimit Evropian, u organizua një garë formale në vitin 2020, e cila rezultoi fiktive. Fitues u shpall kompania e Pacolit, Malco Construction dhe turshit YDA Group, ndërsa një ofertë britanike më e favorshme u skualifikua në mënyrë të pajustifikuar. Më pas, YDA Group u tërhoq vetëm duke shitur 40% të aksioneve për vetëm 4.200 euro, pa marrë aprovimin e nevojshëm nga Ministria e Financave dhe Autoritetit Kontraktor. Një shkelje flagrante ligjore miratuar më pas nga vetë ministrat përkatës. Kështu, pas përplasjes së Pacolit dhe Ademit, duket se fshihet një projekt i orkestruar për përfitime të mëdha financiare që mund të shkojë deri në gjysmë miliardë euro. Një skem korrupsioni kamufluar pas spektaklit të një sheri biznesmenësh.